Osteoartriti është një sëmundje që prek të gjithë artikulacionin e cila mund të çojë në deformime që vështirësojnë lëvizjen. Mjekja reumatologe Neronza Jaslari na shpjegon se cilët janë faktorët që ndikojnë në këtë sëmundje. Osteoartriti është një sëmundje degenerative e kërcit, është sëmundja më e shprehur në sëmundjet reumatologjike, ku kërci degenerohet, shkatrohet dhe fillon fërkimi i kockave me njëra tjetrën, duke shkaktuar kështu dhimbje dhe inflamacion. Faktorët që ndikojnë janë obeziteti, traumat e mëparshme që mund të ketë pasur pacienti, mendohet se ka dhe faktor gjenetik. Cilat mosha prek më tepër kjo sëmundje? Prek moshat e treta, pra është një sëmundje degenerative e moshës e cila vjen me shkatrimin e kërcit. Por cilat janë format e trajtimit? Varet nga stadi në të cilën ndodhet pacienti, ka 4 stade, secili stad ka specifikat e veta. E rëndësishme që pacienti të paraqitet me njëherë te mjeku dhe të marrë një informacion mbi mjekimin e osteoartrozës. Kura ka nga medikamentoze deri në mjekime të cilat ka të bëjnë me injeksionet intraartikulare dhe në stadet e avancuara, stadi 4, janë ndihmuese protezat. Megjithse dëmtimi i kyçeve nuk mund të rikthehet, qëndrimi aktiv, mbajtja një peshë të shëndetshme dhe marrja trajtimeve të caktuara mund të ngadalsojnë përparimin e sëmundjes dhe të ndihmojnë në përmirësimin e dhimbjes dhe funksionit të kyçeve.